Dhe aty më ndodhi një gjë që më shpërtheu një energji që nuk e mora vesh se si më erdhi dhe ndërkohë që luaja aty në klasë, se në klasë i bënin provat, jo vetëm që nuk kisha asnjë ankth, asnjë pikë pyetje për atë që do thoja, apo çfarë do bëja, më vinin gjitha veprimet vetë siç të vinë jetë, që ti nuk e mendon tash që do çohesh, do marrësh gotën, i bën instinktive, të tilla më vinin, dhe ndërkohë që vazhdoja bëja shfaqjen dhe e dija dhe që isha Juli dhe që isha Klara, që ishte emri personazhit në të njëjtën kohë dhe ishte një ndjesi shumë e çuditshme ti përjetosh këto të dyja se aktori është i vetëdijshëm, gjithmonë që është në skenë, që po luan, që po e sheh dikush, është i vetëdijshëm, nuk është se ndodh që ti harron ku je. Okay. Është thjesht një proces që i mban trurit të dyja. Dhe kjo maqësia pastaj mua më nkopi shumë dhe ka t'jep një momenti që ti arrin atë, është tamam si një lloj droge, si një lloj droge shëndetshme. Që ti të duket sikur se nga që është një profesion shumë i vështirë, si çdo art, kur arrin atë ndjesi, ti të duket sikur mund të bësh çdo gjë në botë. Se kur bën atë që është aq e vështirë të bësh jetën e një personazhi tjetër që nuk je ti dhe ta luash atë, e di si të duken këto profesionet e tjera, domethënë që thjesht duhet ulesh të mësosh në shkollë, të duken çdo gjë shumë e bëshme. Doja ta bëja disi Dhe kur arrin në atë moment, nuk ke nevojë as të thot dikush sa mirë ishe, sa kur e arrin, nuk arrin gjithmonë. Po, gjithmonë tentohet të arrihet. Nuk ke nevojë as të bëj njëri komplimenta, as të t'japi Oscar, nuk ke nevojë për asgjë, domethënë thjesht çlirimi që ti pson të duket sikur ke shkuar faktikisht në dimension tjetër, se truri të çon në dimension tjetër, jo fiziku. Dhe kjo ishte ajo thirrja e parë plot që unë fillova ta mendoja seriozisht këtë rrugë, dhe sa më shumë e mendoja, aq më shumë bindesha që kjo është ajo që dua, dhe fatmirësisht kam qenë fiks në kohë se ka qenë viti 4 gjimnaz. Dhe konkurova pastaj në Akademinë e Arteve, fitova. Si vazhdova dhe ndodh në kohën që duhet. Po mua shumë ndodh. Rëndësi ka që njeriu ta zbulojë një herë. Pastaj edhe po më vonë po ndodhi, njeriu duhet ta ndjekë atë që do, sepse nuk ka të krahasueshme kur bën profesionin që do me një profesion që e bën për llogari.